Unë nuk doja që ta kisha foton. Në Shqipëri më duket se ishte kontekst tjetër dhe poshtë fotos është dosja dhe ndoshta nga është dosja, po, patjetër. Konteksti i librit është ndryshe, ja kisha me dyshim në fakt këtë futjen e fotos, sepse Ishte tha, Linda? Jo, nuk ma tha Linda, ne vendosën bashkë dhe vendosa që në kontekstin shqiptar kishte kuptim fotoja. Në Britani, në edicionet e tjera të librit nuk është me foto, dhe nuk është foto as libri botuar një herë në Angli? Në Shqipëri doli 2 ditë përpara, më duket. 2 ditë përpara. Por ka dalë dhe në anglisht. Po. Edhe në shumë vende të tjera. Do të pyes për këtë. Tani, ti e ke emrin Lea Ypi, tani Lea Ypi, Leman Ypi. Tani ka Unë kam Lea Leman në fakt në pasaport. Leman? Po. Zbulove, domethënë. Ti e ke emrin Leman Ypi. Po pse e bëre Lea pastaj? Të duket shumë më e bukur kështu? Ndoshta atëherë kështu e kishin si Kur e ke bërë këtë? Sa vjeç ishe? Kështu më thërrisnin edhe unë pastaj edhe ashtu të thrisin Lea? Më thërrisnin vetë edhe unë ashtu e thira vetën dhe nga aty pastaj ngeli Lea dhe Po pëlqen emri Leman? Tani më pëlqen më shumë se kur isha e vogël, të them të drejtën. Kur isha e vogël nuk më pëlqente. Kishim ca komshije që thërrisnin gjyshen, "O limone, o limone." Limone? Limone o sa e bukur. Edhe tani në fakt Leman është fjalë, është emër otoman, është emër Osman, është emër i vjetër, edhe do të thotë shkëndi. Shkëndi? Në osmanisht, po. Domethënë shkëndije e ke emrin ti. Po shkëndije. E përkthyre, shkëndije. Tamam. E more përgjigjen mbasi studiove në arkivin e autoritetit dosjeve, e more përgjigjen se kush ishte gjyqja jote? Edhe po edhe jo. Mora një përgjigje që besoj është më e plotë se përgjigja që unë kisha përpara. Pra unë e njihja gjyshën, e njihja Lemanin vetëm si Leman dhe njihja historinë e saj, lindje në Selanik, ardhje në Shqipëri, periudhën që kishte njohur gjyshin Aslanin, pastaj periudhën e komunizmit, të gjitha e njihja vetëm nga tregimet e saj, siç tregon një gjyshe, një mbese. Por në fakt kishte shumë mistere, kishte shumë momente kur ajo fliste për jetën e saj dhe unë të them të drejtën nuk e kuptoja mirë se pse ishte kaq i rëndësishëm ky moment. Për shembull, ajo fliste shumë për shkëmbimin e popullsive. Dhe unë gjatë gjithë fëmijërisë, ajo në fakt ka filluar të flas tamam kur unë bëra 11 vjeç, sepse deri 11 vjeç gjatë komunizmit nuk fliste shumë për të kaluar. Edhe ti s'kuptoj shumë. Edhe unë s'kuptoj shumë, po dija që fliste greqisht, dija që kishte lindur në Selanik, kaq. Domethënë nuk flitej për këtë pjesë. Pastaj kur ra regjimi, filloi të hapej, të më tregonte më shumë për jetën e vet, dhe një nga misteret që unë kisha ishte kjo pjesa e shkëmbimit popullsive, sepse ajo thoshte kjo ishte një tragjedi shumë e madhe dhe në një farë mënyrë një moment historik që kishte ndryshuar fatin e familjes. Dhe unë më them që e kam kuptuar vërtet vetëm pasi e studiova këtë periudhë dhe pasi e kuptova kur fillova të shkruaj librin. Ku e studiot? Ku? Në Lozan. Në Lozan, po, në Gjenevë, aty janë ato pjesët për lidhjen e kombeve. Pa të gjithë dosjet. Por edhe ka edhe shumë studime sepse kjo pjesa e shkëmbimit popullsive është rasti i parë në histori i një shkëmbimi të detyruar në masë. Në masë. Po pas kësaj ka pasur tjetër? Ka patur dëbime, deportime. Po jo shëmbime. Jo, ka patur domethënë edhe ka hyrë si çështje në marrëdhëniet ndërkombëtare, në ligjin ndërkombëtar, ka hyrë mundësia e shkëmbimit të popullsive dhe mundësia e shkëmbimit të pronave ose e këtij emigrimi masiv të detyruar. Pastaj emigrim masiv të detyruar ka patur vazhdimisht. Dhe ky traktat i Lozanës është shumë i rëndësishëm si traktat. Pikërisht jo vetëm për shqiptarët ishin një pjesë e perandorisë osmane, por ajo sidomos njihet nga ajo shkëmbimi popullsisë midis grekëve dhe turkëve, kur grekët e Azisë së vogël u detyruan mbi 1 milion njerëz që të lëvizin në Greqi. Dhe Selaniku ishte një nga qendrat më të rëndësishme ku priteshin këta emigrantë. Aty ishte dhe prarësit e gjyshës së. Aty ishte dhe gjyshja, aty ishte lindur ajo. Dhe ajo ka lindur në 1918-ën, Selaniku është bërë qytet grek në 1912-ën. Pra, kishte vetëm 6 vjet që ishte bërë qytet grek, përpara ishte një qytet, një qendër shumë e rëndësishme e perandorisë osmane, qendër tregtare. Lustraxhiu fliste 6 gjuhë. Po, qendër tregtare dhe diplomatike. Dhe grupi më i madh, se po i bien pak gjatë për ta shpjeguar rëndësinë e kësaj e shkëmbimit popullsive, grupi më i madh etnik në qytet ose fetar ishin sefardët, ato hebrejt sefardit, që ishin vendosur në perandorinë osmane pas ikjes, pas dëbimet edhe ato nga Gadishulli Iberik. Tani, shkëmbimi popullsive çfarë bën? Duke sjellë 1 milion grek, që në fakt quheshin grek, po ato ishin lindur, rritur me shekuj të tërë në Azinë e vogël, ishin ortodoks, kishin domethënë ishte feja bazë. Po, dhe duke detyruar turqit e Selanikut, muslimanët, që të largohen në Turqi, ndryshon karakteri i qytetit, sepse nga një qytet kozmopolit, multietnik, me shumë fe, me shumë gjuhë, me shumë kulturë,
Jo, bëjnë qytet emigrantësh, erdhën, më thënë, mbi 1 milion emigrant grek. Dhe këto kërkonin ushqim, kërkonin siguri një lloj mbështetje shëndetësore, kërkonin shtëpi, më thënë, u krijua një problem social shumë i madh. Dhe kjo e ndryshoi karakterin e Selanikut dhe i hapi rrugë këtyre forcave nacionaliste greke që të flasin gjithmonë më tepër për helenizimin e qytetit. Dhe kjo filloi të shkaktojë ato konfliktet multietnike, kulturore edhe politike, që pastaj shenjuan jetën jo vetëm. Lemani ishte mbesa e Pashajit. Lemani ishte mbes Pashajit, Pashaji vetë jetonte në Stamboll. Do ti ke gjak, do nga Pashaj, ë? Tani unë nuk I besoj këto teoritë e gjakrave, po kam prej ardhje. Ande e ke tani, këtë mbaj këtë, nga pashallarët vjen. Kam bindje të ndryshme, kështu që nuk kam këto që gjaku është, se besoj se titulli hyn në gjak, por si prej ardhje familjes, po I gjyshi ishte Pasha dhe ai titulli zyrtar ishte Beylerbey I Rumelis. Beylerbey Rumelis. Rumelia ka qenë një pjesë e perandorisë osmane, një nga ato Rumelia kishte emrin e Ballkanit. Tani, zonja Hypi, po këtë s'po kuptoj unë, Leman ti, Leman gjyshja ishte gjallë, tani, ajo ishte gjallë, që është Leman edhe ti, mbesa Leman? Po, e kishin tradit, kështu e vinin. Kush e kishte tradit? Do këtë familjen e gjyshës, mbesa, gjysh tërgjysh. Nga Turqia vine këtë? Po, edhe gjyshi Aslani kishte emrin e gjyshit, edhe I vlla ka emrin e gjyshit Aslan. Do dy fëmijë, do të mbes edhe nip, kishin emrin e gjyshës e gjyshit. Po. Wow. Tani, për gjithë ata që na ndjekin se jo të gjithë dinë traktatin e Lozanës, kjo është era e parë që unë lexoj në një krimtari artistike që trajtohet kjo temë. Unë jam I saktë? Në Shqip ndoshta. Në Shqip po them, lehtësinë tonë. Nuk kam tani nuk të thashun se kam lexuar gjithë letërsinë shqipe, mund të ketë autorë të tjerë që e kanë trajtuar. Jo, kam lexuar disa vepra, po tash gjitha nuk e besoj. Edhe ju nuk e keni lexuar të gjitha. Pyetja ime. Kush e dëmtuar më shumë nga traktati I Lozanës? Shqiptarët? Shqiptarët në fakt kishin më shumë mundësi për të zgjedhur. Një nga ato vendimet administrative që u morën nga lidhja e kombeve ishte që, dhe kjo është një nga dokumentat që unë kam nxjerrë nga arkiv, ishte që në ndryshim nga turqit musliman, shqiptarët kishin të drejtë të vendosnin dhe ato që ishin në Selanik, shqiptarët e Selanikut, mund të shkonin, lidhja e kombeve kishte krijuar ato që quheshin nën komitete administrative për të zbatuar vendimin e traktatit Lozanës, kishin një skadencë zyrtare dhe këto familje që duhet të deklaronin çfarë ishin për të vendosur a do të qëndronin në Turqi apo do të iknin do të qëndronin në Greqi apo do të iknin në Turqi. Dhe në rastin e gjyshës, nuk ishin të detyruar. Shqiptarët jo, turqit po. Edhe muslimanët në përgjithësi ishin, turqit ishin të detyruar, edhe grekët e Turqisë ishin të detyruar. Shqiptarët mund të vendosnin dhe aty në libër ka një pjesë që është një dokument zyrtar që unë e citoj nga këto dokumentet administrative të lidhjes kombeve, ku flitej për faktin që shqiptarët duhet të shkonin dhe të jepnin një lloj dëshmie në këto nën komisione për të thënë që jemi çfarë ndjejmë veten, çfarë përkatësi e kemi, dhe në rastin e familjes Sulemanit, familja u nda, një pjesë shkoi në Turqi, vendosi që të lëvizë atje, dhe një pjesë ngeli në Greqi, dhe një nga ato pengjet që ajo kishte gjyshja Lemani dhe për cilin fliste vazhdimisht, ishte fakti që fatet e kësaj familje që u nda, një pjesë vajti në Greqi dhe një pjesë mbeti pjesë vajti në Turqi dhe një pjesë mbeti në Greqi, ndryshuan rrënjësisht sepse ato që shkuan në Turqi u integruan, morën toka, ishte edhe kjo një pjesë e debateve, domethënë sa toka merrnin aty, sa toka merrnin në Greqi, sepse edhe pronat ndaheshin. Ato merrnin linin pjesën që kishin në Greqi dhe shkonin dhe merrnin një pjesë pak a shumë të ngjashme në Turqi. Si përfundim ato që mbetën në Greqi u detyruan pastaj nga këto valët e nacionalizmit grek, patën një lloj presioni për t'u kthyer në Shqipëri dhe familja dhe Lemani u kthye, I ati mbeti në Greqi, ai vdiq vetëm pasi këto u ndan nga lufta dhe nuk e pa më të atin, por pjesa tjetër e familjes ajo që shkojnë në Turqi u integrua dhe u bën turq, nuk e dim, më thënë di që kemi kushëri atje bile para mbas 90-s mbaj mend që edhe na erdhi një farefis që thoshte që unë vi nga kjo familje, e ishte nga ana e Ypit në fakt, por ishte integruar në Turqi, ishte turk etj. Foto tjetër, zonja Ypi, kam një pyetje. Jo kjo foto, është një tjetër, pastaj kthehemi te kjo. Është një tjetër ajo me ski, ju lutem. Është një foto me ski Leman Ypi, se nga aty ka marrë spunton. Aty është fillimi I gjithë. Në fakt ajo fliste për këtë muajin e mjaltit në ski në Dolomit. Tani, grua e bukur,
grua e bukur, elegante, po e qeshura që ti e ke shpjeguar në roman, është ajo që ty të ka po themi, jo thjesht habitur, por ti ke shpjeguar aty që si ka mundësi që ka qeshur, madje edhe e ulur atje me bashortin, kur ndërkohë situata nuk ishte aq e mirë, ishte luftë. Tani, e para, patë frikë kur u fute te autoriteti dosjeve se mos dilte në një gjë për gjyshen tënde që ty s'do të pëlqente, se e ke shprehur në roman. Po patjetër. Çfarë mund dilte për shembull? Mund dilte që kishte qenë bashkëpunëtore për shembull. Dhe ti shkon aty me sepse kjo ka ndodhur, nuk është ndonjë mister. Pra, edhe jo vetëm në Shqipëri, ka ndodhur në Hungari, në Gjermani Lindore, ka shumë familjarë të viktimave të komunizmit që kanë kërkuar, kanë shkuar në arkiv për të kërkuar viktimën dhe kanë zbuluar që në fakt viktima. Ti u gëzove që Lema Nypi nuk ishte bashkëpunëtore? Po, të thoj të drejtën, unë shkova e përgatitur edhe u gëzova, por edhe nga ana tjetër unë e kisha marrë me qetësi dhe ishte intuitën e femrës si e kishe? Aty në libër shpjegoj, nuk kisha intuit, isha prisja çdo gjë. Dhe në libër shpjegohet ajo dhe unë flas gjatë për këtë, faktin që kur bën kërkesë për të parë dosjet, ti mund ta aplikosh si familjar ose si studiues. Po pra, Dhe unë gjithmonë ju afrova arkivit si studiuese, pikërisht edhe për të shmangur këtë barrën e përgjegjësisë që vjen nga të qenit familjar dhe nga të zbulimi që ndoshta një nga familjarët është. Tani më shpjegoj çik, sa paguaj kështu si studiuese dhe sa si familjar? Tani si studiues nuk e mbaj mend, po si familjar nuk paguhej. Edhe ti pagove? Po, unë bëra kërkesën si studiuese dhe ndoshta doja një lloj shkëputje, doja një lloj distancë edhe nga kjo historia e familjes. Dhe në fakt unë e shoh librin sigurisht si një libër për jetën e gjyshes, por është edhe një libër i një gruaje e jetës së një gruaje që ka jetuar në Selanik, që është rritur në këto rrethana, që është përballur me historinë në kapërcime kyçe. Dhe është edhe një reflektim më i gjerë, pra nuk është vetëm historia e mbesës që kërkon të vërtetën e gjyshes, është edhe një përpjekje për të kuptuar pse ndodhin gjërat të caktuara, se si këto forcat e historisë marrin me vete jetët e njerëzve, dhe çfarë do të thotë që të mbietosh me dinjitet në këto epokë ekstreme, që ky është edhe nën titulli shqip.